Policia e Tiranës ka finalizuar operacionin e koduar Multigames, duke goditur 2 ambiente ku organizoheshin në mënyrë të kundërligjshme lojra fati. Gjatë aksionit janë arrestuar në flagrancë 3 persona, të identifikuar si BK, 20 vjeç, SM, 24 vjeç dhe EB, 18 vjeç, të cilët dyshohet se administronin ose punonin në këto subjekte, ku zhvilloheshin baste sportive dhe lojra fati. Sipas policisë, në rrugën Muhamet Deliu, në një lokal të administruar nga 24 vjeçari SM, ku ishte i punësuar edhe shtetasi BK, dyshohet se viheshin baste sportive përmes telefonave celular. Ndërsa në një tjetër lokal në rrugën Mysim Keta, ku punonte shtetasi EB, gjatë kontrollit u gjetën 2 kompjuter, që dyshohet se përdoreshin për organizimin e lojrave të fatit. Gjatë operacionit, policia sekuestroi në total 6 njësi kompjuterike me monitor, 4 telefona celular dhe bileta baste sportive, të cilat dyshohet se përdoreshin për këtë aktivitet të paligjshëm. Operacioni u zhvillua nga specialistët e sektorit për hetimin e krimeve kibernetike, në bashkëpunim me shërbimet e forcës së posaçme operacionale, pas kontrolleve dhe informacioneve të siguruara nga puna operative. Policia bën me dije se kontrollet për evidentimin dhe goditjen e aktiviteteve të paligjshme të lojrave të fatit do të vijojnë edhe në ditët në vijim. Materialet procedurale janë referuar Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.